Përshëndetje, sot kam vendosur me përgatit kastraveca turshi, por me qep. Fillojmë. Së pari na nevojitet një qep për ta përgatitur këtë recetë dhe gjithashtu kastraveca ose trongoj. Pasi që jemi në stinën kur kastravecat i kemi, në këtë sezon vazhdojmë dhe përgatisim shumë receta të mrekullueshme me kastraveca. Pse po e përgatisim me qep? Po e përgatisim për shkak se qepa është i njohur edhe si një antibiotik natyral. Prandaj, kur kombinohet me kastravecat, që janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, sidomos kur përgatisim turshi, atëherë bëhet një kombinim i fuqishëm dhe shumë i shëndetshëm. Kavanozat që po përdor janë 720 ml. Siç e pa të dashur miq, unë kam përgatitur pra qepën, e kam darë në fejta të holla kështu, dhe nga një fejt do ta vendosi në secilin kavanoz. Jo më shumë, mjafton kaq për këto kavanoza të vegjël. Pra thash, kavanozat janë 720 ml. Vazhdojmë kështu, në secilin kavanoz hedhim nga një fejt të qepës, pastaj e mbushim kavanozin me kastraveca duke ja larguar bishtin edhe majen. Vazhdojmë edhe largojmë bishtat, majen, por gjithmonë si duhet të veprojmë në fund të kavanozit. Do i rendisim kastravecat që janë më të mëdhej dhe të trash, e pastaj në maje do i vendojmë ato më të vegjëlit, kështu më shumë na mbushet kavanoze. Shikojmë videon për të kuptuar edhe recetën, por edhe mënyrën e përgatitjes së kësaj recete. Tash, pasi kemi përgatit, pra kemi vendos një rënd kastraveca, në secilin kavanoz shtoni nga një gjethe dafine. Kjo do t'i jep edhe një aromë pak më ndryshe turshis. Kastravecat e vegjël, si thash pak më herët, do t'i vendojmë kështu, për shkak se po e vrini edhe ju vetë se sa lehtë po palohen kështu nëpër kavanoza. Pra, këto të vegjëlit në maje edhe më shumë do ta mbushni kavanozen. Pra, kjo mënyrë apo teknik e përgatitjes do ju ndihmoj shumë që kavanozat ju mbushen me më shumë kastraveca. Pasi t'i mbushim pra kështu mirë, siç po e vëreni, po la pak hapësirë, nuk po i mbushim me maje, por po la pak hapësirë që të ketë vend edhe për ujin, por gjithashtu edhe procesi i vakumimit na bëhet më shpejt edhe më lehtë. Dhe kështu kemi mbushur gjithsej 5 kavanoza. Vazhdojmë tash hedhim biber të zi kokra, nga pak kokra me biber të zi, parafërsisht një pak ose kjo e vogël 5 gramshe, mjafton për këtë recetë. Hedhim tash krypën. Në secilin kavanoz hedhim 2 lugë të mesme me kryp ose kafeje, 2 lugë me kryp. Nuk i mbushni me maje plot, pak i leni, pra nga 2 lugë të mesme, edhe ju garantoj se kjo recetë ju bëhet ashtu taman me krep edhe me sheqer, nuk bëhet as shumë e njelm. Te kavanozi i vogël vetëm se 1 lugë të mesme. Tash vazhdojmë shtojmë sheqerin, në secilin kavanoz nga 1 lugë të mesme sheqer. Te kavanozi i vogël gjys luge. Pra gjys luge me sheqer. Ta shtojmë uthullën. Uthull sallate 9%, pra uthull e bardh, ose mund të përdorni edhe uthull molle, si të doni, 5 lugë të mesme me uthull, dhe kështu do të vazhdoj derisa të përfundojmë me të tërë kavanozat që i kam mbush me turshi. Pastaj në fund i mbushim me ujë të vluar. Ujin e kam vlu edhe me një herë të nxehtë e shtojmë tek kavanozi. I mbushim plot, por gjithmonë do leni pak hapësirë, pra jo me mush deri në maje, që vakumimi të bëhet më lehtë, të ketë vend, hapësirë që kapaku të vakumohet më lehtë. I shtrëngojmë kapakët fort e pastaj të gjitha
kavanozat do i vendosim në tenxhere për t'i vluar. Turshien kam e lanë kështu me vlu për afërsisht 5 minuta deri në 10 minuta, jo më shumë pasi që këto do të vakumohen shumë shpejt pra, sepse i kemi mbushur me ujë të nxehtë edhe tash nga momenti që fillojnë me vlu për 5 minuta ose 8 minuta për afërsisht, i leni edhe këto pastaj i largojmë nga tenxherja, edhe siç po e vëreni veç më kanë fillu me ndryshu edhe ngjyrën, tash me njëherë i largojmë nga tenxherja, i shtrëngojmë kapakët edhe një herë, kështu gjithmonë unë veproj pasi që vakumimi bëhet më mirë, pra veç pak i shtrëngoni për siguri më të madhe, i kthejmë përmbys e pastaj i mbulojmë. Të mbuluara do t'i la derisa të ftohen e pastaj mund t'i mbani në vend të ftohtë ose atje ku i mbani turshit, s'ka nevoj me i mbajt në frigorifer. Kështu mund t'ju qëndrojnë deri në 2 vite pa u prish fare. Nga momenti që i hapni kavanozat, atëherë do i leni në frigorifer sepse janë pa konservues. Kjo pra është turshia. Gjithmonë kontrolloni kapakët, pasi që të ftohen a janë vakumu mirë ose jo, se kështu turshia na qëndron më gjatë. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj që do ta përgatisni të gjithë. Mirëmbëjtje.